E papritur qeveria fal gjobat. Qeveria ka vendosur të fal gjobat në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Bëhet fjalë për gjoba të pa ekzekutuara deri më datë 15 janar 2025, të cilat janë vendosur nga data 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024 nga Inspektoriatet Vendore të Mbrojtjes së Territorit, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.